gjërat më seriozisht se ç'duhet. Edhe gjërave administrative, por edhe çështjet penale ngarkohem vetë më tepër se ç'duhet dhe i hyn hak dhe familjes dhe për ne nuk ka ditë pushimi. 24 orë u thash dhe pa nuk na dalin, pra që përballojmë atë lloj ngarkese. Gazetarja Anila Hoxha komentoi në emisionin Top Story zgjedhjen e Klodian Brahos në krye të SPAK. Hoxha foli për 2 raste sipas saj, atë të kërcënimit të prokurorit Adnan Xholi përmes vajzës së tij dhe deklaratat e Lajert Haqiut se do të vras prokuroren Doloreza Musabeliu. SPAK nuk drejtohet vetëm nga një, puna drejtohet nga 20 prokuror. Kryeprokurori i SPAK është menaxheri, rufepritësi në raste politike apo nga ndërkombëtarët. Koston e mban prokurori i çështjes në fund të ditës. Prokurorët sot do duhet të ishin trajtuar me dinjitet. Të tre e dinin kush fitonte. Braho e meritonte. Ishin ndërkombëtarët apo jo, ata votuan. Tani ata prokurorët, Adnan Xholi, ka hequr vajzën nga shkolla, se i shkuan grupi i organizuar, e morën vajzën dhe këto janë në dosje. I than telefonoje babain dhe e kërcënuan përmes vajzës. Doloreza Musabeliu bën jetë të kufizuar. Lajert Haqiu e përmendte në dosje që do ta vrasim. Këto janë vlera. Çështjet e Elbasanit janë trajtuar nga prokurori Elvin Gokaj. Në momentin që kanë hyrë në KLP, ata e dinin kush fitonte, tha Hoxha.